Allahun Azza wa Jalla falenderojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na dha ymër dhe shëndet që të vazhdojmë të jetojmë sërish në këtë javë në hijen e fjalëve të Allahut Azza wa Jalla, në hijen e fjalëve më të mira, më të dashura dhe më të sakta tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu dhe lutim Allahun Azza wa Jalla që të na mundson që gjithë jetën tonë ta kalojmë në hijen e fjalëve të Zotit, ashtu siç ai ka urdhëruar, ashtu siç ai është i kënaqur me ne. Amin ya rabbel alamin. Sot fillojmë me komentimin e suratul Bayyina. Suratul Bayyina. Kështu e ka emrin e sureja. Me të shtit dhe është sure me kase që nga vetë emri i surës kuptojmë rëndësinë dhe vlerën dhe peshën dhe mesazhin që ngërthen në vete kjo sure e madhe. Është sureja e sqarimit. Sureja e sqarimit. Kështu do të thotë Bayyina, sepse fjala sqarim dhe Bayyina përmendet dhe do të përmendet në vijim brenda surës Bayyina. Dhe nga vetë mesazhi dhe kryesorja dhe poenta e surës, edhe surja është emërtuar me atë emër, siç është tradit në shumë sure tjera, që do të thotë shkaku i një ndodhie apo një polemike apo një peshë, një çështjeje të emërtohet me atë emër edhe vetë sureja. Suratul Bayyina është sureja e cila ka sqaruar imanin dhe kufrin, të mirën dhe të keqen, të bardhën e ka dhënë për të zezën, dhe e ka sqaruar, e ka dalluar, dhe kjo është Bayyina. Sikur të na thonë bane bejan. Është fjalë turke që e përdorim edhe na shqiptarët, që është fjalë e cila rrjedh rëndësisht nga fjalët arabe dhe apo më mirë thonë nga fjalët e Kuranit, që do të thotë sqaroje, tregoje ftyrën e vërtet të ndodhisë, të fjalës, të sqarimit dhe të realitetit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wala al mushrikin. Thot Allahu azza wa jall, nuk do të kishin besu. Nuk do të kishin besu ata të cilët kanë bë kufër. Ata të cilët kanë bë kufër në Allahun azza wa jall. Kafaru i emërton me fjalën kufar, të cilët i kanë bë kufër dhe i kanë mohu Allahun azza wa jall. Min ahli al-kitabi wala al-mushrikin. I përmendet nga ehli kitabët, që i përfshin në vete jehudët dhe krishterët, wala al-mushrikin. Min ahli al-kitabi wal mushrikin, dhe mushrikët, politeistët, të cilët nuk ishin as jehud e as krishter, nuk besonin as në Isa alayhi salam e as në Musa alayhi salam. Porse ata adhuronin putat apo krijesat të cilët i krijonin me duart e tyre dhe të njëjtit i adhuronin. Këta janë mushrik. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Thot këta munfakkina, nfakke shay'un yanfakku, është kur të ndahet nga kur të shkëputet. Këto e ka përqendrim Allahu azza wa jall, se krishterët, ata të cilët kanë bërë kufër, shëni kjo është një metodologji specifike kuranore, që Allahu azza wa jall i përmendet nuk do të pranonin kufart. Në kufar dhe në emrin keferu hin krishterët, hin jehudit, hin politeistët. Po i përmend këto çka në formë përgjithshme. E pastaj i sqaron një nga një që mesazhi të jetë më i plotë dhe më i qartë. Dhe çka dhe vetëm nga natyra njeriu me automatizëm logjika e tij e kërkon sqarimin e një fjalës që është e përgjithshme. Dhe natyra e njerit është që kur ka diçka të msheft, që ai të jetë kurioz ta dinë se çka ka në atë të msheftë. Dhe për këtë shkak Allahu azza wa jall, për me dërgu mesazhin më qartë e më të mirë, dhe njeriu ta kërkon me dëshirë me qef, e përmend kufart në përgjithësi,
pastaj që ti të ngritet vetdia psikologjike dhe ta kërkosh kush janë ato kufart. Për këtë çka Allahu Azza wa Jalla ti sqaron një nga një. Ti tregon 3 taborët kryesore të kufarëve. Ti tregon se ato janë krishterë, ato janë jehudi dhe ato janë mushrik. Dhe në mushrik do të thotë politeist, hin do të thotë shumë fe tjera që na sot i njohim, por hin në ambrellën e fesë politeiste. Dhe Allahu Azza wa Jalla thotë munfekine, këta nuk do të ndahen, nuk do të kthejnë shpinën, nuk do të ndryshojnë gjendjen e vet hatta ta'tiyahumul bayyina, derisa atyve t'ju vjen kush? Bejjine, sqarimi. Dhe shkaku i kësaj bejjines që përmendet këto, edhe sureja e mërtohet me suretul bejjine. Do të thotë kuptimi i përgjithshëm i ajetit kuranor: o ti Muhammed, o ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, krishterët, jehudët dhe politeistët nuk kanë me ndru fejnë e vetë derisa atyve t'ju vjen sqarimi. Derisa atyve t'ju vjen sqarimi. Ky ajet kuranor i jep ymit dhe shpresë çdo dashamiri të hajrit që çdo kujt me atroki derën për ta thirrë në fe. Sepse çdo krishter dhe çdo jehudi dhe çdo politeist ka hapësirë në zemrën e tij edhe për iman. Ashtu siç ka pas hapësirë në zemrën e tij për devijimin, kufrin dhe dalaletin dhe humnerën, në të njëjtën dozë ka hapësirë në zemrën e tij edhe për imanin. Pointa është se na a kemi dash dhe a kemi dëshirë që çka t'ia dërgojmë mesazhin islam në vendin ku ai gjendet dhe është. Dhe për këtë shkak, krishterët dhe jehudët kanë qenë prezent në gadishullin arabik, po edhe mushrikët, edhe paraardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një pjesë prej tyre kanë qenë në besimin e pastër të Isës alaihi salam, për dallim prej jehudive të cilët e kishin shtrembruar fenë. Por ajo që është më interesante se edhe tek krishterët edhe tek jehudët ka pas shkrime që kanë qenë autoktone të Injilit dhe të Oratit, që krishterët dhe jehudët të atij zamanit i kanë pas ato në mesin e durve të veta. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa ndodhi që i ka pyet krishterët për shembull për disa dispozita, ata janë munduar mi mshef me dorë. A kanë haru se Xhibrili do t'i tregon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse dispozitat i kanë pas të vërteta në Teuratin që i kanë pas, që ka pas të bëje me zinan dhe kështu me radhë. E dini rastin e zinas që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe Allahu Azza wa Jalla bën me dije se këto krishter dhe këto jehud dhe këto politeist mushtrik nuk do t'ia kthejnë shpinën dhe nuk do ta ndrojnë fenë e vet derisa atyve t'ju vjen sqarimi. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ava kumtojke fenë dhe shpallën krishterëve, po, themi që vapërcjet ke shpallën dhe islamin krishterëve. Për këtë shkak, mbreti Abesinis në Gjashiu, i cili ishte krishter, e pranoi islamin. Kemi edhe sahab të cilët kanë qenë jehudi, të cilët u banën musliman. Kemi edhe mushrik dhe shumica e sahabëve është nga ky tabor, nga tabori mushrikëve të cilët çka u transformuan në musliman, e pranuan shpallën dhe i besuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe u bën musliman. Pointa është se muslimanit ky ajet kuranor ja lën derën e qel për t'i thirrë dhe për t'u treguar dritën e islamit edhe krishterëve dhe jehudëve dhe mushrikëve. Që do të them se nuk ka hapësirë dhe është e papranueshme fjala me thonë ky është kafir, jo musliman, nuk ka hajër prej këtij. Jo, ka hapësirë për me atë tregu hajrin, nga se ka mundësi që këti personi, këti o besimtari, deri në çastin që ti nuk je taku me te, a i s'ka dit asgjë për islamin dhe nga islami. A është ke e mundur? Është e mundur.
Për këtë shkak ulemat në librat e akides dhe besimit përmendin kaptinën e atyve të cilëve nuk ju ka arrit shpallja. Është çështje e madhe dhe e njohur dhe e mirë e sqaruar në librat e besimit të ehli sunnetit. Dhe kjo ajet kuranor të lën hapësirë që ti çdo kujt me marr guxim për t'ia thonë një fjalë të khairit dhe një fjalë të mirë për Islamin. Thot Allahu Azza wa Jall, Rasul, kështu fillon ajeti kuranor, ajeti 2. Thot Allahu subhanahu wa taala, Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Thot Rasul, i dërguar. E bjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formën e pasquar. Nuk e bjen në formën e squar, në thot ar-rasul, thot rasul. Dhe me ki pa njohur. I dërguar. Pse e ka bo këtë, thonë komentatorët e Kuranit, Allahu Azza wa Jall e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtu në këtë formë, pa emër dhe pa adresë detize dhe të përcaktuara, për ta ngrit vlerën dhe peshën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse na parafërsisht ta përmesqaru, nuk do të thotë se shembulli është adekuat. Asesi, por sa për sqarim, sikur na me thonë, shtash edhe pak ka më harë në njëri madh. Se sqarojna, a është i madh me dije, a është i madh me pasur, a është i madh me nam, a është i madh me trup, se sqarojna. Si ka me qenë gjendja jonë. Do t'jemi në mendime dhe me shumë kuriozitet kena me këshill kadera kush ka me hin, kush ka me qenë ai madhe. E Allahu Azza wa Jall thot Rasul i dërguar. Për me ta bëu me dije se ty më njerë të të me këthi mendjen tonë dhe më njerë me pitë kush është ki i madhe, kush është ki i dërguar. Dhe Allahu Azza wa Jall e bjen fjallën në Resul mas fjallës bejjines, qarim. Të të kesë qarim ka me vapru ki Resul i mas. Të të ju me kuriozitetin i duke e prit. Kjo është ta i cili ka me vapru këtë qarim. Ki njeri mas ka me vapru një qarim të mas, që ka me ju shpëtu nga gjenemi, ka me ju drejtu ka gjeneti. Kjo është urtësia e përmendjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në formën e pasqume. Që çka me ta ngrit vëmendjen dhe t'jesh çka kurioz kush do të jetë ki. Min Allah. Nuk është vetëm i dërguar ashtu. Por është i dërguar min Allah, nga Allah. I dërguar nga Allah. Nuk është i dërguar nga çdo kush, por është i dërguar nga Allah, min Allah. A e ka zgjedh, a e ka dërguar, jo me intervenimin e njerëzve, jo pse njerëzit kanë pas shef, jo pse dikush e ka të njohshëm, jo pse është ashtu, por Allahu e ka zgjedh këtë pejgamber që ky të jetë ai i cili ka me punë këtë sqarim dhe këtë dallim dhe këtë mirësi, e cila mirësi dhe sqarim njerëzit ka më shpëtuar nga xhenemi dhe ka më drejtu ka xheneti. Jetlu ka me lexu për veti dhe për të tjerët. Kështu do të Allahu Azza wa Jalla ka me lexu, jetlu, tala jetlu tilawatan është lexim. I cili ka me lexu për veti dhe ka me vëllazur edhe të tjerëve. Dhe kjo është ajo që duhet ta kupton besimtari nga kjo, se besimtari çdo sen që e lexon për vete mundohet mu a lexu dhe tregu dhe përcjellë edhe të tjerëve, jo mu bë koprac. Suhufan mutahhara. Suhufan ka ardhur në formën e fletushkave. Por se këto është për qëllim fletat të cilat ai do t'i lexon. Fletat Kuranit janë për qëllim. Mutahhara, të pastra. Të pastra. Të pastra nga shirku dhe padrejtësia. Të pastra nga njollosja dhe dyshimi. Këto ajete kuranore e cili do t'i lexon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë fletushka të zbritura nga Allahu, të cilët janë të pastra nga çdo gabim, nga çdo shirk, nga çdo njollosje. Për këtë shkak këto janë sqaruese. Sepse një send
kur nuk është e qartë, e pastër nuk duket qartë. Për këtë shkak Islami është feja e pastërt e cila duket ashiqare dhe pastërt. S'ka mjegulla në te. Për këtë shkak na muslimanët e kemi një fe që e dim, e mësojmë, që a tregojmë edhe muslimanëve, po edhe jo muslimanëve. Nuk kena ne dy islame. Islami privat edhe islami zyrtar. Islami brenda xhamis, islami jashtë xhamis. Islami me muslimant, islami me jo muslimant. Jo. Islami është një. Por metodën dhe prioritetet në përcjelljen e islamit dallojnë sipas kohës, zamanit dhe njerëzve. Përndryshe islami është çaj. Askush s'ka të drejtë që ta ndryshon. Për këtë shkak është i qartë, i pastër nga çdo njollosje, nga çdo gabim dhe nga çdo besim i cili është i paqartë, i pasakt apo i urrëtur nga ana e Allahut Azza wa Jall. Dhe çdo kush që mundohet me njollos këtë Islam, këto ajete, këto fjalë e ka njollos vetën. E ka poshtruar dhe nënçmu vetën. Dhe asesi nuk do t'ja arrijë asnjëherë që ta njollos Islamin, ta njollos Kur'anin, të njollos fjalët e Allahut Azza wa Jall. Nuk ka mundësi kjo me ndodh. Sepse Allahu Azza wa Jall thotë mutahhara, e pastër, larg pa pastërtisë, larg të keqes, larg gabimeve. Askush s'ka mundësi që të arrijë që çka, pasi që Allahu e ka pastruar këtë Kur'an dikush ta njollos. Ja, a themi e ka njollos vetëm vetën. Dhe asgjë më tepër. Shiqoni gjatë historisë, njerëzit që janë mundu me njollos Islamin, me fy Kur'anin, vallahi, e ka njollos dhe fy vetëm vetën. Nuk ja kanë arrit qëllimit, bile përkundrazi, janë bërë shkak për ngritjen e Kur'anit dhe Islamit, dhe janë bërë shkak në vende ku s'ka mujt me pingu një musliman, shkaku i armiqve të Islamit, çka të dalin nga mesi i vet musliman. Shkaku se ky e ka fy dhe nënçmu Islamin, njerëzit janë interesu për Islam dhe janë bërë musliman. Raste dhe të keni me dhjetra, me qindra raste, nga njerëz që e kanë mësu Islamin nga armiqtë e Islamit. Jo nga muslimanët. Nga armiqtë e Islamit. Pse? Sepse si arrin, dhe nuk do të arrin asnjëherë ta njollos dikush fjalën edhe shpalljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fiha kutubun qayyima. Thot Allahu Azza wa Jalla, thot në Kur'an, në këtë Kur'an, në këto fleta, të cilët janë të pastra, ka kutub, ka përmend formën kutub, libra, është për qëllim shkrime, të çmueshme, qayyima. Qayyima rrjedh prej fjalës kime, kimet që i thënë. Kjo punë, kjo gjën ka kimet, ka vlerë. Kjo xhamie ka kimetin e vet, ky njeri ka kimetin e vet. Qime rrjedh prej fjalës, do thot qayyima rrjedh prej fjalës qime, që do të thotë çmueshme. Do thot dallimi në qime dhe qayyima është në atë se fjala qayyima do thot që ka vlerë dhe ajo vlerë është çka? Që s'ka mundësi me vlerësu me kur gjon. Këqat qayyim i thënë. Nuk mund është me i thonë çmim, janë do gjona që s'kanë çmim. Ka në dunjo gjëra të cilët nuk kanë çmim. E të mos flasim për shpallën dhe librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Na para dy ditëve ishim me një mysafir i cili kishte dëshirë që ta incizon një emision, një fjalim shkurt të mban me një vend, do thotë, jashtëzakonisht të bukur. Edhe mes tjerave nuk kishte mundësi me dalë incizimi i mirë dhe i pastër, shkaku se në afërsi kishte një restorant i cili kishte lëshu muzikën. Edhe shishoni çfarë ndodh. Po thot ai, a ka mundësi me shku me ndalë muzikën? E qëjmë një njeri me ndalë muzikën, a i thot nuk ka mundësi. Ne i themi shko thuj dhe të pagujmë, sa të dush. Veç ndalë muzikën. Ky shkolli thot ndalë muzikën, kina me të pagujtë sa të dush.
Sa fiton ti për 1 orë, na kina me t'i dhon për 10 minuta. Caktoj ti çmimin. A dini çka thot ai? Thot s'ka çmim kjo, se ne pagun. Shëni dalaletin e vet. Thot s'ka çmim kjo, s'mundesh me pagujt. Ty o musliman, angon muzik hatri një haram gjiz që i kin nga vetës. A e dhej cigarën hatri një haram gjiz që i kin nga vetës. A e shkel parimet fetare hatri një dinsëzit. A e len namazin hatri zgjedhjeve. Hatri qka? Ha? Hatri gjërave të kota, o vllazni. A e len namazin, e lon namazin. E dhezin duhon, hatri ative. Ai për dalaletin e vet, për haramin e vet, thot s'ka çmim që mu më ndal haramin tem, s'ka çmim. O Rabbil Kabe, vallahi thume vallahi vet jam dëshmitar, tham, Allahu na i lecov çështjen, s'ka kalu 1 minutë, është ndal muzika. S'ka kalu 1 minutë, është ndal muzika. U hub zoni, a u ndal rryma, a ju prish kastofone, a vdiqa njeri mërë, nuk e di, u ndal muzika. Se vallahi, thume vallahi, ai cili ka kriju këtë tokë, dhe çdo sen që ka në te, e ndal atë kur don, ai kur turnon, kur tot kun fe kun. Dhe vallahi, thume vallahi, themi çdo dushmanit të Zotit, që mendon se daraleti vet s'ka çmim, dhe sa ai do të mendon se ka mundësi me nënçmu dhe poshtru këtë fe, themi Allahu i cili ka kriju këtë tokë, edhe ti që je pjesë përbërëse kësaj toke, kur don ti me të bëhe lash të ban për një qast, mësu ban me ndjemas. Ama qka du të them, besimtari ta ngrit vetdijen e imanit dhe besimit që e bartë në zemrën e ti, dhe tjetë krenar pësa është musliman, dhe krenar të të unë jam musliman, dhe islami jem këtë nuk e lejon, e këtë e ban haram, e këtë e ban halal, të pëlqen, nuk pëlqen, plas. Kështu është islami, kështu është dini jem. Krenar t'jesh me dinin tënë. Fiha kutubun qayyime, thot Allah Azza wa Jalla. Në Kur'an thot ka shkrime ajete kuranore, të cilët janë të pachmueshme, me çfarë guximi i shkeli këto parime. Me çfarë guximi e shet këtë fe dhe këtë din. Me çfarë guximi bën trillimin e fjalëve të Allahut dhe i komenton sipas çefit tënd. Kush je ti? Ky Kur'an është i pastër dhe s'ki drejti me njollos me asgjë. Këto janë mesazhe, këto janë mësime që i mësojmë nga fjalët e Allahut Azza wa Jall. Dhe asesi qëndrimet fetare nuk ndryshon për interesa private. Dhe dalaleti dhe kufri nuk mbrohet për interesa private. Sepse vallahi me ndryshu këtë Kur'an të pachmushëm, që s'mundesh me vlerësu me kur gjon, që s'mundesh me kur gjon me vlerësu, me nënçmu këtë Kur'an që s'ka çmim në asgjë, një harf i këtij Kur'anit është më i shtrenjtë se gjithë dunjoja dhe çdo sen që ka në të. Një elef i Kur'anit nuk krahasohet me këtë dunjon dhe çdo sen që ka në të, nga pasurit, edhe me shiti këtë Kur'an, ajete, këto dispozita, këto parime për një interes tëndin fetar, vallahi haram të kaftë. Vallahi nënçmimi i Zotit nuk trik. Afër dhe shumë afër është nënçmimi i Allahut dhe ta din fort mirë ata se nënçmimi i Zotit ka më ardh në momentin dhe çastin kur të bën më mendjemadh, kur të mendojnë se janë më të fortit, më të pasurit, më të respektumit, kur të mendojnë se kështu kanë arri këtë grad, atëherë ju vjen nënçmimi i Zotit. Dhe dini fort mirë që çdo kush kur merr më shumë ti guximin dhe lirin dhe i ka dispozitat e hapura për ta nënçmu dhe luftu Islamin, që atër i ka vakti për ta bo helaqat Allahu Azza wa Jall. Dhe helaqi i Zotit s'ju hikat e mbe. Ama jo që është fatkeqësi është se kur ndëgjojmë nga musliman, nga besimtar,
që parimet dhe rregullat fetare i shesin për interesa private dhe në përkombin nderin, moralin, rregullat, parimet e islamit dhe muslimanëve për shkak të interesave të veta private, duke e ditë realitetin e dalaletit dhe devijimit që janë vetë dhe i shohin të tjerit, vallahi mirë për ata. Allahu i udhëzoft dhe i ktheft në rrugën e drejtë dhe të vërtetë. Dhe Allahu na rujt gjithëve neve nga këto sprova, nga të cilës sprova askush nuk ka garancë, duke fillu prej folës së tuaj para jush deri te më i rivi që e kemi këto. Askush të mos regjikës, askush të mos mashtrohet dhe thot unë i përballoj. Jo vallahi, askush nuk ka garancë në sprovat që vinë në këtë dunjë e ta hupin imanin për në ahiret. Na kemi mrim në drejgje që me pa namazli, që koha e namazit hin dhe del, a i duke ndet rrugëve në për shtave. Të ndryshme së më intereson të kujnë e në të shtavet. A në këtë drejgje na kina mëri, a në këtë drejgje na kina me jetu, a me kësi njerës na qka kina me vazhdu jetën tonë shoqërore fetare në këto vende, a me kësi njerës na kina me pas prosperitet dhe ardhmërit mirëfilt, a me kësi njerës të cilët turp nuk kanë nga ezani që të ndalin muzikën dhe muhabetin së paku, e jo të mshelin shtabat në kotë namazit, a me kësi njerës na kina me vazhdu rrugën tonë komptare, e fetare, e shoqërore, e vallaj asesi, nuk mundet. Ligjet Zotit janë, një musliman dëgjon se thret ezani e ndal zhurmën e muzikës së vetë, si respekt nda ezanit. E të mos flasim kur një gjë e tillë nuk është dhe nuk ndodh nga ana e muslimanëve. E të mos flasim talljet që i bëjnë me muslimanët dhe në përkambja e modestisë dhe sinqeritetit që e kanë. A kështu ka me na udhëheq dikush? A kështu dikujt kina me adhon udhëhecin tonë? Kështu kush i përgjigjet vetes. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة thot Allahu Azza wa Jall, dhe nuk u përçan ata të cilët ishin ehli kitab, të cilët ishin jo besimtar, illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina, përpose masi ju erdhë sqarimi. Kur ju erdhë sqarimi, kur ju erdhë e vërteta, u përçan me zveta. Pse thot Allahu Azza wa Jall, fa minhum man aman wa minhum man kafar. Sepse disa nga ata besun, e disa të tjerë banën kufër. Pse? Derisa ata ishin krejt bashkë në kufër, ishin mirë me zvete. Ja që ishin mirë me zvete. E kur erdhe vërteta, e disa dashën me pranu të vërtetën, e disa të tjere refuzun, qëfar ndodhi? Hini polemika dhe mos marrëveshja mes atinve që besun dhe mes atinve që e mohun islamin dhe të vërtetën dhe hakin. Kështu edhe vazhdon. Për derisa me një familje krejt janë pa namaz, këtë miro më abete. Kur të fillon njëri me fal namaz, kur të fillon njëri të praktiku si fesë, çfarë ndodh? Ndodh polemika në shtëpi. Sa rahat kem? Po, këtë xhenemin i kanë. E për çfarë rahatin i? Na e prish rahat në që ki i rivi me mjekër. Jo, ai ju ka çu prej xhumit, zva prish rahat në ken. Mu prish gjali, pse u prish gjali, pse në xhami kanë nis me shku. Po na e prish xhumin sa va. Subhanallahu, këtë drejtë muslimanja. U prish e vladi pse çot me fol sa bajnë, se po ban zhur. Pse po i thret me fal namazin, pse po i thret me pasu hakun? Jo vallahi. Të prish kini qenë të gjithë, e shtash kur është ndrejt që kini marrë vesht se jeni të prisht. Në atë kontekst se kini qenë në gjumë,
edhe në rrugën e keqe. Jo se nënçmojmë ndonjë njeri, por se këtu kemi për qëllim se njerëzit rinë bashkë derisa çka janë dalalet. E thot kur dikush në mesin e tyre e kupton hakin dhe të vërtetën siç ndodhi në mesin e mushrikëve. Derisa Omeri radhiyallahu anhu ishte me mushrik, në taborin e tyre s'kishte probleme. Kur ai u bë musliman, filluan problemet me dal. Derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i thiri mushrikët e Mekës që të pasojnë Islamin dhe Kur'anin, ishte besniku, ishte djali më i mirë në Mekë, ishte djali më i dallum në Mekë, djali për të cilin gjithë ngajshin me adhon çikën e vet me bodhondër. Ajo të rit angajnë mas juve me vadhon çka çikat. Jo se du të mi lip me dhup. Po s'është mirë kjo ka prish. Ka le shumë mjekrën e kjo. Du të me a gjetë një si qifti vetë. A kështu musliman ta? Pse falë namaz, du të me a gjetë një që falë namaz? O lezër, Allahu Azza wa Jall me këtë të regon se Islami njerëzit i qonë për i gjumit, i vetëdison për gjendën që e kanë, për aktualitetin ku gjendën, për të mirat dhe të këqijat që i kanë. Për këtë çka Islami ka ardhur dhe çka të mirat që i kanë pas jo musliman të vakalan, s'va ka ndru. Pejgamberi sa erdhi në Mekë pejgamber, ama çka disa virtyte të mira që i kishin me kaset zvandroj, sikurse që i kishin gjymërtllëkjen, pritjen e misafirit, veshjen e me kasve nuk e ndroj. Si ke pejgamberi sa mi vesht para se më bë pejgamber, ashtu vazhdoi të vishet edhe më si u bë pejgamber. Të mirat dhe përparësitë që i kanë vala. Për çka? Vetëm ju tha, mos i adhurojni idhujt, adhuroni Allahun Azza wa Jall, largojeni kamatës, largojeni zinas, largojeni alkoolit, afrojeni të mirës, afrojeni një qajt, afrojeni familjes. Këto tipare pejgamberi sa mundoi këtë çka mi ngjall në mesin e mekazve. Dhe çdo musliman këtë duhet ta kupton se kur na e sqarojmë Islamin dhe u sqarojmë të tjerëve Islamin, tek ata lind çka? Lind polemika. Nuk janë qetë. Për këtë çka Islami edhe luftohet tash. A dini pse? Pse me të madhe thersit punojnë për ta ngritë këtë fe, për ta ngritë flamurin la ilaha illallah. E atimve ju ka hi velvelja. Ju ka hi velvelja. Ju kanë hi polemikat në mes. Kanë fillu mos mu marrë vesh edhe me zvete. Si me abo me këta musliman, si me abo me këta thirës. Janë qu kom i mire i keqi, i njofshmi i pa njofshmi, i joni edhe i huj. Janë qu kundra kësoj drite. Ama ta din mirë se Allahu ka vendos që drita e ti të vazhdo, se në ndale askush. Shkaku i kohës vazhdojmë me pjesën tjetër të surës në javën e ardhshme, lutë Allahun Azza wa Jall që të na banë musliman krenar, që të na banë musliman krenar, që të na mundson të jetojmë si musliman si krenar, dhe që të na mundson që të vdesim si musliman krenar, kokën lart me besim të pastër, të pat njollosur me bidate, me shubuhate, me shirkiate, por se me iman dhe besim të pastër kristal, ashtu siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Vazhdojmë në javën e ardhshme, te dhoma kemi